Një ngjarje e rëndë shënuar paraditën e sotme në fshatin Gështinjas të Pogradecit, ku një 49 vjeçar ka mbetur i plagosur si pasojë e shpërtimit të një granate dore të mbetur nga lufta. Sipas të dhënave nga policia, Gentian Yzellari po punonte tokën e tij me një mjet bujqësor kur në ndhe u aktivizua granata e vjetër që ndodhej e gërëposur. Shpërtimi ka qenë i menjëhershëm dhe ka shkaktuar plagë në disa pjesë të trupit dhe fytyrës. Menjëherë pas ngjarjes, banorët e zonës kanë ndërhyrë për t'i dhënë ndihmën e parë dhe kanë njoftuar shërbimet e emergjencës. I plagosuri është dërguar në spitalin e Pogradecit, ku sipas mjekëve ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por po vlerësohet mundësia për ta transportuar drejt Tiranës për një trajtim më të specializuar. Në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe të Xhenios, të cilat po kryejnë hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Paraprakisht dyshohet se granata i përket periudhës së luftës së dytë botërore dhe ka qëndruar nën tokë për dekada me radhë.